presidenti. Ju kur ishit president, sollët shumë paqe, duke menduar që Shqipëria drejtohej nga dy pole të forta si Nano dhe Berisha. Si a dolët ju? Është pothuajse e pamundur dhe nuk ka ndodhur asnjëherë ajo që bët ju. Motivi është ai që e shtyn apo vetë karakteri njeriu? Puna është para punë ishte me pjesë si parti. Jam i kaluar me kohë që partia ime Shqipëria. Edhe unë çdo gjë e bëja në interes të vendit tim. Interes popullit. Dhe po të nisësh në këto pozicione. Ajo piknisje. Sigurisht që do dalësh në deduksioni dhe jetë kjo, që ai që bërë unë. Unë kam thënë edhe vonë, dhe kur isha në detyrë, dhe më thënë, shumë kam bërë shumë kujdes për sa përket çështjes pjalorit në parlament. Pjesë njëherë, në që ai më kënës, se që unë në problem e pra. I dhe shbërë zotë i kërënisër, që shkë fjallur të i përzori. Shkurini, nuk shtroni për zhjithë problemen, shkurin bërë për dukinur. Zotë i prezidentë, në thonë dhe poshta, i kështu e përtjenë. E mirë thësh. Ne do shkojmë atje, pa ata do të vikë nuk në thësh. Që si bëbë. Po, Nano ishte ime, shumë të shkojmë dhe detë. Po Nano e donte Shqipërinë? E donte. Që ka të bëra të dashuri përse. Si puna me dhe film, ma shumë me femër përse. Edhe, unë mendoj që donte. Sigurisht në nga bime të darën. Se me ka thënë nga tjetër nga edukuar familjen time, ka i matë. Që japë vendit tim, jo t'i marrë. Se dhe unë, në që përmenda në i gjera, se kam thënë dhe e tjera, pa që ishte neve, kur dojnë dhe zgjedhim dike, të vende kërësore, pare se nëse nisim. Nisim për të pasur atje një burseti, apo për të pasur një jesmen. Kjo se nisim për të pasur jesmen, e gjenë jesmen. Kjo se të burseti dhe burseti e gjenë. Nuk se ka, nuk ka një shkështë për vend. Shë vërdet. Po dhe të ku bërë politika kështu sigurisht të diri dhe të rikjet. Që dhe pësh. Edhe, sigurisht kjo gjë, është një gjendë që... Po të shikosh të fotografit mbas murit tuaj, ju keni një jetë jashtëzakonisht interesante, një nga jetët më interesante në Shqipëri, e cila nuk ndaloi edhe kur patët tragjedi personale dhe familjare. Ju vazhduat i shërbyet shtetit. E jashtëzakonshme. është vërtet ju e dini dhe thënë që kur më thirën politikon të amë që ishte Nano Berisha se më përpozuan që të prekandatur për shtetëkryetari i shtetit. Prenohë që është nderë, marisht, a nuk diskutohet. Por i ta shumë, kam të një edukat familjare, kam një formin profesional. Që më spërmoj në rrëve pandemia. Por jo nuk më rrëve. Ka kushtetur, ka rrëve, ka ligje. Mi po ne akoma dhe vëtër ligje t'i kemi, rrëve t'i kemi, po kemi dhe drejajnë, si të shumë. Edhe kështu që pjeri shtetë do të bëjmë. Se bëllëm namë, të thënë. Morën e dy, e kreva, largova. Përse, të bashkë me të në Mejdanëve, nuk kreu një grup. Që i civile, jemi mendime. Përse, këtu të neve, nuk ka kjef një gjë një shumë.
Se bëjnë si të mendje tyre. Që se të një fjallëve një mendje që i qërë. Një mendje janë disip, tre mendje janë mirë. Edhe kur isha në si për shumë në vilin e digjit, nuk ishe jurist, prejtë e ime ishe e vështarë, dhe kushtë të shkoj. Nuk ka për një të lidot e një shkoj atje. Edhe, unë të do kreo grupin e turdve. Bra, juristë më mirë, edhe të qoja materialet të tyre. Edhe i mjede, edhe i djoja. Sigur me dim dhe me e unë. Në të kote. Por ama, që bëhe me të? Me thikoja, dhe të thënë, e gjoja, edhe grupit orë nuk ishte, me një sens, me sens të ndryshme, në politike e bërë. Edhe me njështë të mërshme, njështë për të tje, e drumlet me tyre. Se e, sot, me alikat, atë që me ndonë për zhjithë në ishtë problemi. Edhe për fatë keqë se në kënda në krye politikan shumicat që më shumë në ndashme këtë se vënë se Shqipërinë. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe, po edhe nga një anë duket edhe budallik i madh, se nuk kanë ku t'i çojnë, nuk kanë ku t'i marrin. Si mori do zogu, do t'i marrin këta, apo jo? Tani, që të thuash tani. Unë të thuash shumë gjera të të zhau. Shumë... Ule jenë të kaqa kohë, por e unë... Unë jam në shpiti në 72. Kam 53 vjetë. Nuk është shpike, shpimi, por shpike, se kohë në problemë, vëdëtarë, pasë vëdëtarë në shtëria. Si që në të këtë. Të përmenda të, me njërë parë sa replika. Pse nuk, thua nipit, pse nuk i thua në besës. Se jam prija që të në këtë ashtë jo. Unë po të regova këtë që, me raudime, që në jo, është e pa mundur që të arrish, të bësh një 100%. është pa mundur. Që mund të kesh 2-3, po një. Dhe në fund, një pyetje për shëndetin tuaj, si ja keni bërë ju që keni mbajtur veten kaq të fortë, dhe njerëzit duan shumë të dinë. Tani në gjithë botën flasin për jetëgjatësinë. Ju e keni bërë pa dieta, me vullnet?